çon avion privat për Zhegrovën, e merr Zhegrovën, pastaj nuk e fut. Tani ka ndar llavet që unë nuk i besoj hiç, kjo më duket një gomarlik i madh, që Zhegrova i pas ka reaguar tifozëve të Fiorentinës dhe për sjelljen e tij që ka bërë reagim ndaj tifozëve të Fiorentinës, Spalletti nuk e ka fut në fushë. Domethënë Spalletti nuk do me fitu ndeshjen me Fiorentinën, se Zhegrova i ka thonë aty pse vërshëlleni ju. Idiotlik, gomarlik i madh ai që e ka raportu këtë gjë. Unë mendoj që aty është një problem më i thellë se sa teknik. Patjetër që ka lojtarë që nuk duhet veshin fare fanellën e Juventusit aty. Dhe gjithë i din kush janë ato lojtarë, domethënë është thënë e stërthën. Por ky është një problem më i madh se sa kaq. Unë them që ky Juventus, sado që të vi trajner i mirë, duhet kuptojnë që lojtarët që zbresin fushë me fanellën e Juventusit nuk mund të mjaftohen thjesht duke bërë detyrën dhe të vi ty ekipi i fundit të renditjes në Serie A. Pavarësisht se Fiorentina nuk është se ka lojtarë të këqij për të qenë në fund Serie A, po të vi ty skuadra e fundit të Serie A dhe ti shënon gol dhe zhbllokon ndeshjen. Dhe ajo të vjen barazon dhe ti nuk e vret ndeshjen dhe zgjohesh pastaj çuditërisht. Pse zgjohesh? Zgjohesh sepse lojtarin më të talentuar që ke ose ndër lojtarët më të talentuar që ke si Conceição e fut shumë vonë.